upside down. A creaky door, a hug so tight. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur sërish në kanalin tim. Unë jam Bona dhe sot do të kemi një vlog të ri. Sot është ditë e shtunë, Aleksi ka marrë ditën pushim, kështu që neve do të jemi gjithë ditën jashtë. Nuk e di, do të shkojmë në një vend që është shumë kështu për Krishtlindje dhe sigurisht juve do t'ju marrim me vete. Kjo drita domethënë tani është një hyn, një del dielli, kështu që më falni nëse nuk shikoni ashtu siç duhet, dhe ashtu siç dua unë ta bëj videon, por që nuk kam çfarë të bëj, është thjesht drita natyrale. Po që gjithsesi, si jeni ju, si keni kaluar, më shkruani nëpër komente, më flisni për veten tuaj, si po I kaloni këto festa, a keni qenë mirë, me shëndet, shpresoj që të jeni mirë edhe të kaloni sa më bukur, sepse kjo është periudha më e bukur e vitit dhe duhet që ta shijojmë sa më shumë që të jetë e mundur. Unë tani sapo vesha, ju tregova pak më përpara veshjen time. Kam veshur këtë sweater që më pëlqen shumë, është kështu si punë crop top. Nuk më pëlqen shumë se si ri në mënyrën këtu mbrapa, sepse është ri kështu si pak I ngritur, por që përpara ri shumë mirë. Kam vendosur këtë ripin që I jep shumë pamje. Edhe poshtë kam veshur pantallona të zeza, do t'i vesh edhe këto me këpucë të zeza. Dhe për pallto nuk e di, po mendoj për këtë këtu në fakt, por që nuk jam shumë e sigurt sepse duket shumë, si ta them unë, shumë fancy. Edhe unë nuk është se do vedem në një vend kush e di, domethënë që të dukem kështu me këtë pallto. Por që nuk e di si mendoni ju. Më shkon apo jo, më duket vetja si shumë e madhe me këtë jakën që ka kështu me pellush. Po që ja, kështu vjen. Këtë e kam bler këtu e shumë vite përpara. E kam marrë në Macy's edhe më ka bler Aleksi për Krishtlindje në fakt. Dhe është e lezetshme dhe ngjyra dhe të gjitha domethënë, po që nuk e di, shumë pak herë kam veshur vetëm një herë kur kam shkuar në New York. Edhe pastaj ka ngelur aty në garderob dhe nuk e kam veshur më. Po që gjithsesi, besoj që do vesh këtë, nuk jam e sigurt, mbase duhet ta lë kështu hapur, domethënë që do duket më mirë se sa të mbyllur ashtu. Po kështu. Tani do I marr me vete edhe do ikim. Christmas is here, I feel it so presents and sweets under the mistletoe. The tree shines bright all through the night. Let's make memories holding each other tight. We wish you happy Christmas. We wish. Ja ku jemi sërish rrugës, shkuam në mall edhe morëm aty bëm foto për fëmijët me Santa Claus. Kurse tani kemi ndaluar tek Starbucks në parkim, dëshim që të shkojmë në drejtëru edhe të merrnim diçka domethënë që ta hanim rrugës, por ka shumë radhë, kështu që I thash Aleksi më mirë ik brenda edhe më fut brenda aty të faktin të presin radhë, të marrin në një kafe edhe në një gjë për të ngrënë për fëmijët për rrugës dhe pastaj do të nisemi. Kemi ndërmend që të shkojmë në një, kam shkuar edhe më përpara këtu dhe e kam bërë vlog 3 vite përpara. Quhet
Yankee Candle Village. never stops. Edhe ka shumë gjëra kështu për Christmas edhe gjëra të tjera. Kështu që aty kemi në plan që të shkojmë edhe po. Snowflakes dancing, twirling down. Grandpa's house is outside town. A creaky door, a hug so tight. The fire's glowing warm and bright. Christmas at Grandpa's house. Oh, what a treat. Laughter and stories. The smell of sweet cookies baking, stockings hung with care. Love fills the room, it's everywhere. Grandma's singing off a key, but we all join in merrily. The tree's so tall it scrapes the roof. Grandpa laughs, he's living proof. Christmas at Grandpa's house. Oh, what a treat. Mirëmëngjes njerëz nga dita tjetër. Unë nuk faj. Mirëmëngjes njerëz nga dita tjetër. Unë nuk unë nuk po i heq fare syzet sepse nuk kam bërë fare make-up, kështu që nuk dua të dukem si zombi këtu. Gjithsesi, tani jam këtu tek parkimi i Trader Joe's, vajta bëra ushqimet e javës, mora ushqimet e javës. Edhe tani do nisem për në shtëpi, por që doja të flisja pak për ditën dje. Dje ishëm në Yankee Candle Village ose Yankee Candle Factory, mund të quajnë ndryshe. Është diku 1 orë larg nga këtu ku jemi neve. Kemi shkuar atje edhe përpara 2 vitesh, më duket, ose 3 vitesh, kur e kishim Angelon të vogël fare baby. Edhe nuk e di pse, por atëherë na u duk shumë herë më madhe, shumë njerëz, shumë më bukur, se kam ide domethënë, mbase nga që ishte era e parë, por këtë radhë sikur nuk ishte shumë njerëz, edhe nuk është se na la atë përshtypjen që na la herën e parë. Gjithsesi, thash mbase nga që ishte herën e parë, nga që thjesht ishte diçka e re, edhe na bëri shumë përshtypje, por këtë radhë jo dhaj. Gjithsesi, për ata që nuk kanë shkuar ndonjëherë, ju sugjeroj që të shkoni sepse është vend shumë i bukur, është fabrika e qirimeve, e Yankee Candle domethënë. Ka dyqane, është një Santa's Workshop, ka dyqanin ku shesin candles ose aroma të ndryshme, ku kalon treni sipër në tavan, edhe ka lodra të ndryshme, kanë këto village, mund të vini vërtet dhe të shikoni. Pastaj është një pjesë ku ka pemë edhe një reindeer që lëvizja gjithë kohës dhe çdo 4 minuta aty bie bor. Është diçka shumë e bukur. Pastaj përveç atyre kanë edhe gjëra për të ngrënë, ëmbëlsira, pica, sanduiçe, hot chocolate, gjëra të ndryshme domethënë që mund të ulesh aty edhe të shijosh diçka të vogël, por që po ishte diçka e lezetshme, edhe gjithashtu shkuam I bëm fëmijëve foto edhe me Santën dhe kjo ishte shtuna jon. Sot se çfarë do bëjmë nuk e di, se kam iden fare, por që tani ikën në shtëpi, mbasi ju bëj një supermarket haul me këto gjëra që kam marr, mbasi jo, nuk e di çfarë do bëjmë, por që gjithsesi tani do ikim në shtëpi edhe do të mbyll këtu kamerën. Shim. Këto janë disa nga gjërat që mora tek Trader Joe's, mora turkey, misra, makarona, nga këto makaroni, rrush pafara, gjalp organik, mozzarella cheese, mold, kastraveca. Unë zakonisht kastraveca merja nga ato që ishin me qese plastike, domethënë të mbuluara, por po shikoja një ditë në Instagram diçka dhe thoshe që mos I merrni këto, pasi plastika mund të hyrë në lëkurën e kastravecit dhe nuk është fare e mirë për trupin tuaj, përkundrazi është shumë e dëmshme. Mora panetone, banane,
hurma, moll, mandarina, edhe shumë gjëra të tjera, por që i futa në frigorifer dhe s'kam ndërmend që t'i nxjerr prapë tani ditë t'ja u tregoj, kështu që po. Ky është supermarketi Hall i shkurtër edhe po. Jemi sërish, unë erdhe në shtëpi dhe ju bëra një supermarket haul me shumë pak gjëra, sepse siç thash ato të tjera t'i futa në frigorifer dhe s'kisha ndërmend që t'i nxjerr përsëri, po që tani do ju tregoj disa nga zbukurimet për bredhin që morëm dje tek Yankee Candle Village. Edhe janë gjëra shumë të vogla domethënë, po që i morëm me shumë dashuri edhe sa që shkojmë atje marrë një ornament që ta kemi kujtim. Dhe janë dy në fakt. Të gjitha të tjerat ishin klasike, shumë origjinale edhe të bëra prej xhami, dhe ato ishin goxha të shtrenjta. Për shembull, unë pash një të vogël fare kaq, kështu që thoshte I love my teacher, e doja që t'ja merrja Alesios për mësuesen e tij ose për Angelon, po që ishte diku tek $21. Thash, s'më la mendja mua që të marr këtë për $21, kështu që gjeta disa që ishin më të lira, edhe për pemën tonë domethënë, edhe ato mora. Njëra është kjo. Shikoni se sa e bukur që është. Është nga këto klasike, e kuptoni domethënë. Këtë unë mbaj mend që e kemi pasur dikur në pemën në Shqipëri. Babi sillte gjithmonë gjëra nga Greqia, edhe në momentin që e pash, thash patjetër që këtë do e marr sepse më kujton shtëpinë time. Kjo ishte $7. Po që është shumë e lezetshme. Kjo është njëra dhe tjetrën që e kam këtu të më të tregoj. Edhe kjo është shumë e lezetshme. Është kjo këtu. Shikoni se sa e bukur që është dhe si ka këto detajet kështu. U sigurova sigurisht që të mos i merja me xiza me gjëra kështu, sepse Alexi nuk i ka fare qef ato me xiza. Kështu që mora këto të dyja. Kjo ishte diku te 12, jo diku, po $12. Edhe të dyja këto kushtuan $20.19, ku është edhe risiti. Këtu nuk e di se sa e fokuson kamera, po që po. Këtu janë gjërat që mora. Gjithashtu do ju tregoj edhe disa gjëra të tjera që mora tek Walmart për Secret Santa që kam tek puna, që do e bëjmë nesër. Edhe mora shumë gjëra në fakt. Buxheti jon ishte diku tek $25, por besoj që kam marrë më shumë se aq, po s'ka problem se fundjavë janë festat edhe kjo është gjithë ideja e Krishtlindjeve, që t'i japësh edhe të marrësh shkëzim nga njerëzit. Kështu që po, këto të dyja ishin ato që mora, super të lezetshme. Do i vendos te pema pak më vonë. Edhe po, këtu kam dy qese, si që mund ta shikoni, që kam marrë për My Secret Santa, por jo vetëm, sepse kam marrë dhurata edhe për mësuesit e Alesios dhe të Angelos. Mbase në këtë mënyrë ju jap edhe juve idea për dhurata për mësuesit e fëmijëve tuaj. Kjo është çanta që do të fus të gjitha gjërat që kam marrë për My Secret Santa. Këtu janë këto letra, domethënë që vendos dhuratën dhe pastaj vendos këto sipër. Mora këtë ngjyrën të kuqe edhe jeshile, klasike domethënë të ngjyrave të Krishtlindjes. Pastaj për My Secret Santa bëra një cozy theme. Bëra këto çorapet me santën, sepse ngjyra e saj e preferuar ishte ngjyra roz ose Leila, dhe unë gjeta këto, kështu që më duken shumë cute, shumë të lezetshme dhe i mora. Sidomos materiali është shumë i butë. Dhe po mora këtë scrubin me hibiscus edhe coconut dhe ky mbante një erë shumë të mirë. Dhe kjo ngjyrë pink, kështu që sa po e pash tash patjetër do ja marr. Ja ku është kjo këtu. Tjetër i mora një krem për duart. Kjo është me shea butter edhe scented cozy cabin. Këtë çfarë arome ka? Sepse është mbyllur, po që duhet ketë aromë të mirë sigurisht. Mora këto lip balm të dyja, edhe këto janë shumë të mira për buzët. Se mos tash në periudhën e dimrit që koha është shumë e ftohtë edhe
duhet me patjetër që të vendosur diçka qoftë te duar, qoftë te buzët, në mënyrë që të lëkurat mos të thahet dhe prandaj ja mora. Kjo është hand sanitizer, është me flavor me bostan, edhe po shumë e lezetshme. I mora një mask për fytyrën. Kjo ishte qesja e parë. Pastaj në qesjen e dytë kam marrë më shumë snacks edhe gjëra kështu të vogla, domethënë. Mora këtë çokoladat Lindt, Haribo. Ashtu mora një tjetër me çokoladë Lindt. Mora këto patatina Ruffles. Dhe këtë shikoni se sa cute që është. Tani kjo nuk futet në atë të makinës, domethënë. Ç'është kjo? Nisësi. Po shpo këtë. Dhe pastaj për mësuesit e Alesios dhe të Angelos, por edhe për ato që kam aty në klasa, mora maska për fytyrën. Kam marrë këto qeset që do fuz dhuratat. Gjithashtu mora 2 nga këto që t'i vendosin e një, domethënë. Edhe gjithashtu kam dhe çorape dhe çokolata që do ju jap atyre. Që po këto janë gjëra që unë kam zgjedhur. Mama. Alessia. Mirëmëngjes të gjithëve nga një tjetër ditë. Kemi marrë pushimet e Krishtlindjeve dhe të vitit të ri njerëz, edhe jemi gjithë pushim, Aleksi, unë, fëmijët, dhe sot është dita përpara Krishtlindjeve, kështu që kam shumë gjëra për të bërë, kam dhurata për të paketuar, kam duhet të marrë disa ushqime që i kam lënë tash për në momentin e fundit, në mënyrë që të bëjmë ose drekën ose darkën për nesër, nuk e kemi vendosur akoma domethënë se çfarë do të bëjmë për Krishtlindje, por që po, sepse gjatë gjithë kohës kemi udhëtuar, qoftë në një vit ishim në New York, vit ishim në Kanada, edhe gjithmonë domethënë për Krishtlindjen nuk kemi qenë në shtëpi, kurse këtë vit do e bëjmë në shtëpi sepse nuk kemi vendosur ndonjë gjë tjetër domethënë. Edhe kështu që të ngrihemi në mëngjes nesër, të jetë një ditë shumë e bukur sepse fëmijët duan që të hapin dhuratat. Do doja që t'ju uroja të gjithëve gëzuar Krishtlindjet edhe vitin e ri, patshi festa sa më të bukura dhe sa më të mbara, të keni sa më shumë shëndet sepse kjo është mbi të gjitha dhe të gjitha gjërat e tjera shkojnë e vijnë. Kjo është motoja ime gjatë gjithë kohës. Dhe besoj që ka më të rëndësishme se sa shëndeti, prandaj dhe e them gjatë gjithë kohës këtë gjë. Kështu që po, tani unë do t'i iki që të bëj drekën, për sot kam menduar që të bëj tavë me patate me kopanka. Ja ku jemi sërish, pasi mbarova punë me drekën, tani ula këtu sepse duhet t'ju tregoj disa nga gjërat që unë mora nga kolegët në punë, nga Secret Santa edhe pastaj nga të tjerë që erdhën kështu domethënë pa u menduar shumë. Kështu që kjo është nga Secret Santa. Dhe nga ajo ishte njëra nga mësueset aty domethënë që më ra, më kishte blerë, më kishte bërë një kështu një cozy theme, le të themi. Dhe më kishte marrë të gjitha gjërat, shumicën e gjërave në ngjyrë pink, sepse ngjyra pink është e preferuara ime, ose ngjyra rozë është e preferuara ime, kështu që po. Kishte marrë këto bijamat nga Victoria's Secret. Janë këtu, vinë kështu
të gjëra nga fundi, shumë pak të gjëra domethënë, edhe janë perfekt për t'i mbajtur në shtëpi. Kështu që këto unë e kam hapur, sigurisht e kam hapur, nuk do t'ju gënjej që të them që nuk e kam hapur, e lash aty për juve, por sigurisht që e hapa. Më kishte marrë këto çorapet me këto candy cane, kështu edhe me janë shumë të lezetshme edhe për më tepër shumë të ngrohta. Më kishte marrë këtë kremin nga Bath and Body Works që është për krem për duart. Ta shikojmë aromën, ka shumë të mirë. Po ka një aromë shumë të mirë. Tjetër më kishte marrë këtë qiririn që shikoni se sa estetik që është, e sa i bukur që është. Ka aromë kështu edhe kjo si puna aroma është cranberry snowflake e ka emrin, po bjerë si erë karamele. Dhe shikoni se sa i bukur që është, do krijoj ndonjë content shumë bukur në Instagram me këto. Gjithashtu e preferuar e ime është ky filxhani, edhe ky me candy canes. Dhe gjëja më e bukur e këtij filxhani është ky shkrimi këtu, që thot Candy Cane Wishes, edhe ka një zemër super të vockël aty, po që është shumë i bukur, shumë cute. Edhe unë jam fiksuar me filxhanët, i kam kaq shumë qef, nuk di domethënë sa herë që shkoj në supermarket, e gjëja e parë që bëj që shikoj janë filxhanët. Nuk e di, po jam e fiksuar. Dhe gjëja e fundit pastaj janë edhe këto çokoladat Lind, edhe këto janë preferuarat e mia, janë shumë të mira. Pastaj njëra nga koleget që është shqiptare dhe kam shumë gjan, nëse më shikon e përshëndes, më kishte marrë këtë setin me kremrat për duart. Ky seti është nga Nenet Lipur edhe është shumë e mirë. Të gjitha këto, njëra është me qershi flavor, tjetër është me lule, edhe njëra është me vanilla. Janë shumë, të shikoni se sa të lezetshme që janë mirë. Thjesht ky dizajni. Unë s'kisha parë ndonjëherë në fakt herën të krim në këtë lloj forme, dhe duket kështu si ato deodorant, po që po vjen kështu. Se nga që e kam shtypur unë edhe tani po fillon po dele gjitha kjo. Gjithsesi. So këto të treja. Njëra nga koleget e tjera më kishte blerë këtë hand soap nga Bath and Body Works, edhe kjo është me strawberry snowflake, e ka emrin. E ka aromë shumë të mirë. Dhe gjëja e fundit pastaj, jo gjëja e fundit në fakt, se kam edhe diçka tjetër aty nga mësuesja e klasës, ajo më kishte marrë një do t'i sjell këtu pastaj se harrova t'i marr ato. Njëra nga mësueset, kjo është mësuesja Angelos, edhe ajo është shumë e mirë, është shpirt njeriu me thënë të vërtetën, edhe gjithmonë domethënë për çdo lloj feste, si për Thanksgiving, për Teachers Day, për vitin e ri, gjithmonë më bën dhurata, edhe unë sigurisht i bëj se normalisht. Më kishte marrë këtë, kishte zgjedhur bashkë, dhe gjëja më e bukur domethënë është se Angelo kishte zgjedhur këtë lloj arome për mua, e kishte pyetur dhe kishte zgjedhur këtë lloj arome. Është kështu me vanilla, më duket, edhe me gingerbread. Tani do shkoj që të marr edhe ato që më dha mësuesja e klasës dhe t'ju tregoj. Që më kishte blerë mësuesja e klasës janë këto çorapet. Këto vinin në një kështu, në një gotë kafeje dhe dukesh e ishte kjo pjesa këtu sipër, dukesh sigurisht e cappuccino, kështu e kishin bërë një dizajn shumë të bukur. Tjetër më kishte marrë këtë librin që unë surprizova shumë sepse ishim duke folur një ditë për libra dhe ajo më tha që ky libër është shumë i bukur, është New York bestseller, quhet The Seven Husbands of Evelyn Hugo dhe dua që ta lexojmë patjetër sepse duhet që të jetë i bukur përderisa ma bëri dhuratë për Krishtlindje. Dhe gjëja e fundit pastaj është kjo guverta që është super e madhe, edhe me këtë dizajn shumë të bukur kështu për Krishtlindje. Dhe këto ishin të gjitha dhuratat që unë mora për Krishtlindje nga kolegët e punës. Kjo është gjëja që mua më pëlqen më shumë, domethënë kur punon qoftë në për zyra, qoftë në për shkollra, domethënë në për puna të tilla, domethënë që vin festat edhe ti e ndjen atë atmosferën e festës, sepse sidomos në për shkolla, nuk e di se në zyra nuk kam punuar ndonjëherë, por në shkollë për shembull, për çdo lloj feste bëjnë si punë dreke që e sponsorizon
neve kemi Sunshine, është një lloj si punë organizate, domethënë, nga mësuesit aty që e kanë organizuar këtë, dhe ata bëjnë gjithmonë gjëra për mësuesit, qoftë për ditën e mësuesve, për Thanksgiving, për Krishtlindje, për festa të ndryshme, domethënë, dhe mund të bëjnë mëngjesin për shembull me kafe, me bagels, me ëmbëlsira, ose mund të bëjnë sponsorizojnë drekën për shembull nga një restorant i ndryshëm. Edhe e ndjen shumë atmosferën e festave. Ku punoj unë janë njerëz shumë të mirë, edhe gjithmonë domethënë bëjnë shumë për njëri tjetrin, ndihmojnë shumë. Nëse ke nevojë për diçka domethënë që nuk e di, kur pyet, janë shumë të gatshëm që të ndihmojnë, edhe kur fillon për herë të parë aty domethënë janë gjatë gjithë kohës të gatshëm që të ndihmojnë edhe që të bëjnë që ty të ecësh përpara. Kështu. Tani kam shumë gjëra të tjera për të bërë, po thjesht ula këtu për të treguar këto dhe do t'i kish të vazhdoj me punën që kam rreth rrotull shtëpisë. Grandpa's house is outside town. A creaky door, Merry a hug Christmas. so tight. The fire's glowing warm and bright. Christmas at Grandpa's house. Oh, what a treat. Laughter and stories. The smell of sweet cookies baked and stockings hung with care. Love fills the room, it's everywhere. Grandma's singing off the key, but we all join in merrily. The tree's so tall it scrapes the roof. Grandpa laughs, he's living proof. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë, njerëz. Sot është data 27. Pardje, në datën 25 festuam Krishtlindjet, edhe në darkë, përpara se të flinin fëmijët që mos na dëgjojnë se janë në sallon, mundova që të paketoja të gjitha dhuratat. Jo mundova, por i paketova të gjitha dhuratat sepse la çdo gjë për momentin e fundit. Nuk e di si është tjetër kështu si unë jam një person që i le çdo gjë në momentin e fundit edhe pastaj nuk di se çfarë të bëjmë përpara, po që si gjithmonë një ari që të realizoj atë që dua. Gjithsesi, paketova dhuratat, edhe ishte pak e vështirë në fakt se kemi erdhur në shtëpi nga ora 10:30, 11 kështu, sepse ishim në një familje tjetër që na ftuan, edhe jo tregova edhe pak më përpara aty që dikush ishte veshur si babagjyshi, një tjetër ishte veshur si Grinchi, edhe ishte një situatë shumë e bukur, edhe fëmijët u lumturuan shumë, morën nga një dhuratë, ishim gjithë bashkë. Edhe kjo është gjëja që më mungon më shumë nga festat, sepse ne në Shqipëri nuk festonim Krishtlindjet, por këtu Aleksi, familja e tij feston gjithmonë, kështu që është bërë traditë edhe për mua tash që ti festoj. Sepse ju e dini që neve në Shqipëri më shumë festojmë vitin e ri se sa Krishtlindjet. Dhe
Kjo është gjë që më mungon më shumë nga festat, më mungon familja ime, më mungon motra, prindrit, nënka ime që jo vetëm për festa, më mungojnë çdo ditë, por që në momentin që gjithë njerëzit e tjerë që i kanë familjarët e tyre këtu bashkohen me njëri tjetrin, festojnë bashk. Unë jam me Aleksin dhe me fëmijët, sigurisht që kjo është gjëja më e rëndësishme. Por që do doja shumë të kisha edhe familjen time këtu dhe të festonim gjithë bashkë, ashtu siç festonim dikur, sepse neve gjithmonë mblidheshim me familjen e Dajës, me nënën, të gjithë ne fëmijët ishim të vegjël, edhe më mungojnë këto gjërat e vogla që ngriheshim shpejt në mëngjes, mami me nënën ishin gjithmonë të ndisnin zjarrin që në orën 6 të mëngjesit, që ndodhte vetëm për festat e fundvitit, edhe aty mbytnin baklavan me sherbet, ndisnim zjarrin, bënim një petanik, vinte darka, pastaj shkonim në dyqane dhe merrnim fishek zjarret. Pastaj babi dhe Daja dilnin për jashtë, ndisnin zgarën, pishin mirë sa do ftohtë që ishte, domethënë. Por që janë këto momentet e vogla që kanë më shumë rëndësi edhe i japin më shumë lumturi jetës tonë. Edhe këto gjëra janë ato që më mungojnë mua sot, nuk e di juve çfarë ju mungon edhe cilat janë gjërat që ju mungojnë më shumë gjatë kësaj periudhe festash. Gjithsesi, unë gjithmonë kur flas për festat bëhem shumë nostalgjike edhe nuk e di, gjithmonë kam qenë e tillë. Nuk është se kam qenë fëmijë për shembull dhe më kam pëlqyer shumë festat, por edhe ditët e sotme, sepse mundohem që ta bëj magjike sa më shumë edhe për fëmijët, qoftë edhe me Elf on the Shelf, sepse thash atë ditë bëra dhuratat, pastaj ju mundova që atë Elf on the Shelf të bëja kështu me miell, edhe sikur kishte erdhur Santa dhe kishte lënë ato footprints. Dhe fëmijët sigurisht që kur ngritën në mëngjes u gëzuan shumë, lexuan atë letrën e Elfit, edhe kaluam shumë bukur, plus që dhe Aleksi ishte 2 ditë në shtëpi, të mërkur edhe të njëjtë, dhe kemi kaluar shumë bukur, po që gjithsesi. Më thoni juve si keni kaluar, si kaluat festat, si kaluat Krishtlindjen. Kështu. Sot është ditë e shtunë, data 27 dhjetor 2025 dhe unë jam në shtëpi me fëmijët, bëra drekën, sot për drek bëra tavë me patate. Tavë me piperkat të mbushura dhe me mish dhe me oriz. Fëmijët tani po luajnë aty të dy bashkë, ndërkohë që jashtë ka rëmbor, edhe janë këto thash gjërat e vogla që kanë kaq shumë rëndësi, edhe ne duhet falenderojmë Zotin që jemi të shëndetshëm mbi të gjitha. Edhe na jep mundësinë që të jetojmë edhe një ditë tjetër të shëndetshëm për më tepër. Kështu, tani unë do i kisha të bëj ndonjë gjë të vendos në një lavatriçe, nuk e di se çfarë tjetër kam për të bërë, por që po në shtëpi dorime dhe son mbase do dalim pak për jashtë më vonë me fëmijët, bëjmë një babagjushpore, të luajmë pak me tupabore dhe kjo do t'jetë dita jonë sot.